Tell me crystal I dashur Alpin në fakt e kundërta është e vërtet. Nëse ka një dallim kryesor fare mes çfarë ndodhte me rrugët e Kënetës dhe çfarë i karakterizon afro mijëra kilometra rrugë të ndërtuara, rindërtuara prej nesh, janë standardet. Këtë nuk e them unë, këtë e thon partnerët tanë të Bashkimit Evropian. Dhe mos harro që pas një betejë të gjatë ne futëm Shqipërinë edhe në korridoret europiane në vitin 2023 dhe po ndërtojmë 2 segmentet e rrjetit europian në Shqipëri, korridorin blu dhe korridorin e 8. Dhe se mos harroj unë tani këtë, edhe rrugën e kombit që u hap në kohën e Kënetës, jemi përpjekur një dekadë të tërë ta fusim në standardet e BE-s dhe përpjekja akoma tani që flasim nuk ka mbaruar 100%. Ironia pastaj se standardet mungojnë nga që ne paguajmë zgjedhjet është një fyerje direkte për thuajse 800.000 shqiptarë që 11 maj do t'i afrohen 1 milionëve, cilët votojnë mua dhe Partinë Socialiste, pikërisht sepse ne po ndërtojmë një Shqipëri me standarde mbi Kënetën e plagëve të thella që trashëguam